ja ku jemi rikthyer këtu në këtë pjesë tjetër të She's on Air. Jemi me Livian, kemi Livian sot të ftuar, edhe pak më parë para se të kalonim në reklama, po flisnim për accountet fake, Livia. Edhe tani më thuaj pak, përveç komenteve që na the që ti nuk prekesh fare, si është kjo punë accounte fake? Pse un kam një bindje edhe një dyshim të brendshëm që çdo VIP shqiptar ka një ose 3 ose 2 accounte fake. No. S'kam asnjë. Ti nuk sepse e? jam nana e menefergizmit. Nuk më plas. Tash fje kështu shumë popullore, po që nuk më intereson për asnjë gjë, sepse s'kam kohë të marrem me gjanat e mia. Normalisht nga publiku, minis un accountet fake. Domethënë nuk janë të mijat, por janë njerëz që minisin gjanat edhe jam gjithmonë kështu, po që po flisim ne për komentet parë negative. Po tash ja doli skandali Ronaldo Sharkës kundrej Heidit, apo sikur i komentonte me një account fake duke Shark. Po, edhe doli dhe e demaskuan. Po, e demaskuan, doli treguan që ishte. Po tani ti mendon që është e vërtet? Kjo gjë? Si jo. Se nuk ju duket një personazh i tillë që i ka qef të lojra këto. Po e kemi edhe koleg këtu tani se po na bën të dyshoj. Do i po na bën të mendoj sikur po na shajë neve. Ronaldo gjithmonë ka qenë një person i cili ka studiuar. Edhe mund të na shajë në përmbledhje. Un kam ndonjë një eksperiencë me Ronaldon. Kemi kanë në Turqi. Ronaldo është nga ato persone që kur ti do ta them se më intereson matur i kërkën, si më thon, po në momentin që ti je me Ronaldon prapa skena vjen të përçafono zemra u i shpirti i tij, domethënë. Nuk ka njëri tjetër më të rëndësishëm se ty. Kur del kamera pastaj bum. Me ti thon të drejtë Ronaldo me mua, në pas kem vetëm zihet. Nuk e di me kë shkon nga mirë. Po unë me Ronaldo vetëm zihemi kur po në kamera si sillet. Në kamera s'na kanë akoma. Në kamera ka qenë i sjellshëm me ne. Kamera stisu. Në audicionet e She's on Top-it. Media se jam shumë kurioze tani. Si doli që ishte Ronaldo? Doli sepse kishte dalë një tag me sa mbaj mendun se nuk e kam lexuar shumë. Tek Fotoriona Doçit, sepse ato kishte dalë një emision te diella po. Do të thënë tek faqja që ishte 2022. Sigur të jetë faqja e She's on Air-it dhe të mbyllet dhe njëra nga ne ta ket dhe unë të vi dhe të shaj Livian dhe nesër pas nesër ti më ke bër tag mua nga ajo faqja dhe futën te faqja jote dhe del tagu i të account fake. Ajo thash kujdes kur hap Instagram me fake se duket emaili. Hapi Instagram me fake, po mos hapi nga ato që kanë qenë më përpara. Çfarë të bën Jotis ta bën Jotis mendoj se kanë hyrë njëri tjetrit ato dy me thënë të drejtën, po prap. Nuk ka një person që ka frikë të paktën ta thojë shumë drejt për drejt. Por mbaret, sepse ai ruhet nga këto personazhe që kanë hype-in shumë të lartë. Mundohet me majt balancat sepse me sa kam burë edhe nga komentet që ka ba kur isha unë në Big, në përgjithësi për personazhet, shkon aty ku tërheq vëmendja dhe se i pëlqejnë komentet pozitive. E di me çfarë komenti kam qeshur tjetër. Kam qeshur me komentin e Shqipes. E Shqipes. Po. Ku ka na ka replikuar Shqipje? Ka qenë një koment që Fationi ka thënë që e kam blog, edhe unë realisht mendoj se është Shqipja me atë Instagramin. A ishte Instagram fake? Po, ishte Instagram që kishte komentuar tek deklarata ime. Kishte komentuar te Fationi që ajo ty të ka bërë blog. Jo, tregoj gjithë historinë. Gjithë historinë me detaje. Po tani më fal. Mund të jetë shoqë Shqipes ndoshta. Ishte shumë e prekur shoqe. Ajo mendoj që është Shqipja. Aty kam thënë që okay, dhe Shqipja pas ka një Instagram fake. Janë aludime të dashur dëgjues. Le ti lëm këto aludime. Tani. Ja, dica janë faktume. Okej. Po mirë më Livia, më thua një herë ti mua, si e kujton sot eksperiencën tënde në përputhjen? Ku shkove me motor përputhën u ktheve. Në në Zanafil. Në Zanafil, përputhën, un jam fut si një vajzë që nuk dite fare se ç'a ishte përputhën. Seriozisht. Un kam jetuar tani jetën jashtë, nuk e kisha ndjek. Më ndodhi që ka shkuar se i cepi te kasapi. Si e morë iniciativën, a e mban mend si të erdhi ndërmend për të aplikuar, për të shkuar? Një shok që ishte brenda formatit, që jetonim në Itali bashk. Do të thënë
jo bashkë. Gjenife shoqëri nga Italia. Dhe më tha pse nuk po vjen? Edhe unë i tham i di duke qesh. Jo, pastaj tham po hajt po. Kot, njerëz kot. Sepse kisha për ta filluar provuar. Po visha në Shqipëri shumë shpesh në ato kohë, thash hajt. Unë i thash super kot. E ishte pastaj ishte edhe fenomeni i Big Dyshit që Efi nga përputhën kishte shku, thash më vedi, ja, pse mos të ndjej një Manifesting. Kot thash po, por që më thirri redaktorja dhe nuk mlas 3 ditë kohë ta mendoja si më thanë, do marrësh avionin, do vish, do futesh me Prime. Edhe Adin kur thu, okay, është shkruar me kështu, do ta Po si kujton ti si eksperiencë, çfarë gjurmë është kalon te ty, çfarë shije? Tortur. Tortur? Cila ka qenë gjëja më e vështirë për të përballur në atë? E vështirë sepse normalisht ishte hera parë për mua në televizor. Unë jam rrit jashtë, sigurisht nuk njihja ambientin. Janë shumë gjana bashkë, si televizori, si Shqipëria, si isha shumë një peshk jashtë ujë komplet. A mendon se përputhen ti aty e njëjtë veten, të ndihmoj ta njeh veten? Jo, njoha tjerët. Njofta shoqërinë në atë moment, si ishte shoqëria, vetëm të tjerë diçka që do ta bëj, keni një pishman nga përputhen, diçka që do ta bëj ndryshe sot. Po kam shumë pishman sepse unë isha vajzë me norma, jam vajzë me norma, okay, por isha pak më e qetë, domethënë nuk mendoja kur të flisja keq për dikë ose me u kthy mrapsht. Janë zjarë të gjitha që ti je rritur në një botë tjetër edhe nuk jam. Po a mendon Livia se ndoshta publiku në atë lloj formati kishin interpretuar pak tipin tënd, karakterin tënd? Absolutisht ka ndodhur. Më vjen keq, shumë keq sepse unë kur hyna në përputhen, pa Livien të vërtet fillimisht. Domethënë pata një boom komentesh pozitive jashtë mase, jo por edhe domethënë ndikonte edhe pjesa e veshjes, qëndrimit, qiltërsia, siç është Gjithë Livia. postura, po. Gjitha edhe mënyra e komunikimit. Unë nuk isha aty për intriga, as nuk disha që duhet të bëj një lajm duke ishte për mua nuk u pranonte. Livia, shpesh neve themi që dashuritë e ekranit janë ndryshe nga dashuritë reale. Për ty a kishte dashuri të vërtet në ekran? Po, absolutisht. Ndjenja të vërteta. Absolutisht. Kam lënë fytyrën unë pra dashurinë njerëz, kam lënë totalisht. Pasi e lë fytyrën, do vazhdoje të zgjidhje djemt shqiptar apo ata italian? Unë vazhdoj të zgjell çfarë mban mendje diçka. Unë kam pas një lidhje shumë të gjatë me një djalë italian, ku kisha një qetësi, një komunikim absolutisht, po. Po dashuria më e madhe ishte me këtë shqiptarin apo me italianin? Me shqiptarin. Pse? Sepse kishte më shumë adrenalin. Kishte toksicitet, kaos. Kishte goxha toksicitet. Po ishte deri diku sepse në fund të fundit ishin gjëra dhe shumë normale, nuk as se kishim ne ishte bota shumë e ndryshme për njëri tjetrin. Tani të shoh sa unaza, ke thënë që jeni një njohje. Jo, bolt stop, nuk kam asnjë lloj njohje. Jo kam mashtruar. Po më duket tani, në fakt përveç se kësaj njohjes, doja të dija, do vazhdoje me një person që ishte publik apo do vazhdosh me një person që është jashtë kamerave? Pastaj edhe njohjen e ke publike apo private? Ishte me spont pra, që të merrni vesh. Ty të kam tregu Gjalina? Se se mbajmë me kena fol gjatë, si isha dhe smura ditë me temperaturë, të lutem përgjigju leje Ina nuk ekziston për momentin. Për momentin se duket që nga i showbizit. Ç'do thash? Jo në reagimi jot. Nuk do jo ja pas një lloj info, po që jam beqare njerëz, jam beqare. Je në një situationship. Je duke u njohur me dikë, ti je duke bërë dating. Unë dating s'kam kohë. Jam shumë e ngarkuar me të guximshmit, kam shumë punë. Nuk kam kohë. Jam gjithmonë nëpër malin e Shqipërisë me natyrën. Faleminderit. Me një djalë që është ambientalist, do të thuash. No. Jam unë ambientalist, ja. Keni vetëm nëpër male. Okej. Të paktën më përgjigj pjesës e do para kamerave apo mbrapa kamerave? Jo, nuk e llogaris. Në qoftë se një dikë që është jashtë kamerave, dua te. Është para kamerave, nuk domethënë, ta shtrojmë kështu. Nuk më pengon fakti që mund të jetë para kamerave. Po, okay. Kaç, domethënë, nuk do më pengoj sepse siç e thash parë, unë mbaj vetëm ç'a du. Çfarë ndjej, edhe bën të ndjesh mirë. Ja, rova do të pyesja. Po Rozanën si e kemi? Rozanën tash e kemi mirë. Jo, e shihni këtë goca dhe gra. Po tani tani si është raporti juaj?
është më si në Big Brother, si ka ndryshuar, s'ka Që të ndryshuar. ushjente, po ishte gjithmonë kështu. Hape gërën të çmend. Jo, e vërtet tash ka fillu sezoni për të dyja, edhe jemi shumë të ngarkuar, kështu që nuk jena duke u takuar. A sigur që është vetëm kjo gjë? A ka ndikuar ndoshta pashja jote me Jozin? No, absolutisht që jo. Në fakt doja të ndalesh edhe një gjë që ma hape këtë muhabetin, sepse akoma në mendjen time them, si e fali Livia Jozin me ato llafe që i tha përpara të gjithë shqiptarëve në një reality show si Big Brotheri, se hajde dhe shoqet tona që i kemi jashtë kamerave dhe i falem, dhe shokët. Po para kamerave Është e kundërta. Është e kundërta sepse shoqen që ti ke pas kamerave të njeh në një formë shumë më të afërt, më intime, njeh pikat e tua të dobta, që se ti ja ke tregu, po shoqes po, që se quhet shoqe, ndërsa një person që un kam pas mundësinë me njoh në një ekran ku ti nuk ke letrat e zbuluara deri diku, nuk e njeh. Kështu që mund të sjellin jashtë për ta njohur si person edhe si shpirt, si natyrë, si zemër. Kur ti e di që gjërat bëhen për show. Pastaj njerëz me gjë kemi dhe falim tani. Jo, ka dhe diçka tjetër, se mua hasmi një më. Shiko, jam shumë dakord me këtë pjesën e hasmit, po them me veten time, një person i cili ty të prek nga prejardhja jote, nga gjërat e tua shumë personale dhe pikërisht ndalemi te pjesa që ai nuk e njeh, sepse jemi në një reality show, pra nuk na njeh 100% se çfarë ludime. Dhe Jozi të sulmoi në atë çfarë ti je, nga ajo çfarë ti vjen, nga edukata që ty të është dhënë, nga mënyra se si ti je rritur dhe të arrish pastaj pasi ky reality show mbaron për ta falur. Si ndodh kjo, do doja ta di. Ose si ka ndodhur, kush ka qenë kontakti jot i parë me Jozin që ke patur pas shtëpisë së Big Brother? Ose atë kërkoj falje. Po, atë kërkoj gjë falje, si keni folur prap, si ka nisur kjo miqësi? Që natën që un dola nga Bigu, po më priste mama, kështu që ai direkt u afru ke mama. Po, patjetër. Ai gjithmonë kërkon falje dhe pastaj përsërit prap. Jo, nuk ka lidhje. Nga dole ke konfuzion. Jemi parë në Big Brother. Është atë që kam parë në Big Brother, se ishte që bëri dhe me Rozanën, aty i ulesh në gjuhë, i kërkonte falje dhe mbas 5 minutash e shante prap. Tani është normale. Ishte loja. Ne po vazhdojmë të flasim për një show. Për çfarë të kërkon ekrani, çfarë të kërkon dinamika, më thanë është gjatë tjetër. Ai jashtë nuk ka sepse të më shaj, sepse nuk do dalim prime. Dalim për dark, unë ai për chef, po jo se do dalim prime. Më falni, por unë personalisht për veten nuk do ulesha kurrë në tavolimin një që tregon mungesë respekti kundrejt meja. Si do të ndodhë pyetja ime është, do ta përshëndesësh me ne këngë? Ja, sa do thoja mos, kush ta ka shar? Nuk kam komentet. Dhe Erika sapo humbi një ftesë për në Big Brother. Fatkeqësisht nuk kam atë fantazi për të nxjerr ato tituj si nxjerr Jozi në momentet e caktuara. Unë them të gjejmë një këngë për shefin ton, edhe për shefin e Jozit, më që e përmendëm, ë? Po, përshëndesim edhe Jozin. Po, kështu që ka në muzikë.